Zyrtarisht Bashkia Shkodër e ka hapur sezonin veror turistik në plazhin e Velipojës, ndërkohë gjendja e rrugës nuk i përgjigjet fluksit të madh të automjeteve që do të udhtojnë për në plazh. Punimet për ndërtimin e rrugës së re akoma nuk kanë filluar, kurse rruga ekzistuese lë shumë për të dëshiruar sa i përket sigurisë në qarkullim. Marrëdhjen e sezonit turistik, aksi Shkodër Velipojë mbetet ndër më të frekuentuarit për qytetarët të cilët i drejtohen plazhit të Velipojës. Edhe pse ishte premtuar për ndërtimin e rrugës së re, punimet ende nuk kanë filluar, ndaj edhe këtë sezon pushuesi do t'i drejtohen rrugës së vjetër, ku përgjatë këtij segmenti hasesh me një sër problematikash, duke filluar nga amortizimi i rrugës, mungesa sinjalistikës dhe mbrojtësve anësore, ku vetëm një pakujdesi dhe mund të kthehet në burim aksidentesh për drejtuesit e automjeteve. Sinjalistika rrugore është thuajse inekzistente, tabelat orientuese mungojnë në shumë segmente, e po kështu edhe mbrojtësit anësore janë dëmtuar. Në disa pjesë të saj, gropat janë të pranishme, pasi asfalti ka pësuar dëmtime të ndjeshme. Mirëmbajtja e rrugës Shkodër Velipojë është përgjegjësia e Autoritetit Rajonal të Rrugëve të Veriut me qendër në Shkodër, por deri tani nuk është ndërhyrë nga ana e tij për të kryer riparimet e nevojshme, kur duhet i paraprinte me kohë përgatitjes për sezonin turistik.